Përshëndetje, sot do të përgatisim një recetë shumë të veçantë dhe shumë të thjeshtë për të gjithë ju. Atëherë sot do të bëjmë qofte me perime, qofte pamish. Atëherë perimet që kemi zgjedhur janë 3 kunguj të vegjël, një patate mesatare, do të na duhen 2 vezë, buke bluar e thekur, krip, piper dhe vaj të cilin do të skuqim. Hapi i parë do të grim kungujt edhe patatet. Atëherë këtu kemi ngrirë, siç e shikoni, pataten edhe kungullin. Hapi i dytë që do të bëjmë, do të rajmë vezët. I rajmë fort. Do t'i bashkojmë atëherë këtu kemi trazuar përbërësin, kemi hedhur krip edhe piper dhe do të hedhim dhe një lugë të vogël nga buka e bluar. Ne vazhdojmë përsëri trazojmë derisa të bëhet një masë. Atëherë sopën e kemi ndezur në gradën maksimale. Brumi i qoftës si ku është, kemi dhe bukën e bluar. Atëherë do të marrim copa të vogla nga brumi këtu dhe do t'i ngjyrim këtu dhe më pas do t'i skuqim. Atëherë pasi kemi përgatitur qoftet, do i skuqim deri në momentin që do bëhen krokante. Përgatisim edhe një pjatë me një letër sipër që të pinzajnë. Dhe qoftet pasi janë skuqur janë gati për të ngrënë. Ju bëftë mirë!